Presidenti i Venezuelës akuza mafjes shqiptare në Ekuador. Tentuan të sabotojnë zgjedhjet. Në një deklaratë ronditëse me tonë tash, pra presidenti i Venezuelës, Nicolás Maduro, ka akuzuar publikisht mafjen shqiptare që vepron në Ekuador për përfshirje në një komplot terrorist me objektiv destabilizimin e zgjedhjeve të 25 majit në Venezuelë. Gjatë një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, Maduro deklaroi se mafja shqiptare që sundon Ekuadorin ka dërguar mercenar për të vendosur bomba në territorin venezuelian. Ai quajti autorët terroristë të kontraktuar, duke theksuar se ata janë kapur nga autoritetet para se të ndërmerrnin veprime. Mafja shqiptare që sundon Ekuadorin dërgoi disa nga mercenarët e saj për të vendosur bomba në Venezuelë. Ata janë kapur, tha Maduro në një konferencë jashtëzakonshme, duke lidhur aktivitete terroriste rajonale me praninë e Erik Prince, themeluesit të grupit privat ushtarak Blackwater.